Tezat e provimit të matematikës janë publikuar në rrjetet sociale rreth 30 minuta nga momenti kur maturantët u ulën në bankat e shkollave për të testuar njohuritë e tyre. Në rrjetet sociale u publikuan të dyja variantet e tezës së provimit. Publikimi i tezave të maturës shtetërore ndodh sa herë maturantët i nënshtrojnë testimit, ndonse u raportua se janë vendosur masa strikte të sigurisë, me sa duket nuk kanë arritur të ndalojnë maturantët të hyjnë në ambientet e provimit me telefona. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka reaguar pas publikimit të tezës së provimit të matematikës. Në një deklaratë zyrtare, Ministria thekson se publikimi i materialit pas nisjes së testit nuk cënon procesin e provimit dhe nuk ndikon integritetin e tij. Sipas Ministrisë, masat e sigurisë dhe rregullat e përcaktuara janë respektuar në të gjitha qendrat dhe se provimi është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe të kontrolluar. Ne konfirmojmë se provimi i matematikës po zhvillohet sipas protokolleve të miratuara, ndërkohë që publikimi i tezës pas nisjes së provimit nuk e komprometon procesin dhe nuk krijon asnjë avantazh për pjesëmarrësit, thuhet në njoftimin e Ministrisë. Provimi i maturës shtetërore në nëndën e matematikës po zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e sigurisë të përcaktuara në rregulloren përkatëse dhe publikimi i tezës së matematikës pas nisjes së provimit nuk cënon procesin, thuhet ndër të tjera në këtë deklaratë. Ministria e Arsimit dhe Sportit garanton të gjithë maturantët dhe opinionin publik se në 145 qendra provimi në të gjithë vendin, testimi ka vijuar në mënyrë të qetë dhe të sigurt, duke u dhënë mundësi të 27.000 maturantëve të demonstrojnë njohuritë dhe aftësitë në lëndën e matematikës. Ministria dhe strukturat arsimore kanë ndërmarrë një sër masash paraprake për të siguruar zhvillimin e drejtë dhe të barabartë të procesit të maturës shtetërore, përfshim mbikëqyrjen e ambienteve të provimit përmes kamerave të sigurisë, trajnimin e administratorëve, kontrollin e rrep të hyrjes dhe daljes, si dhe krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për të reduktuar stresin te maturantët për të arritur rezultate të merituara. Këto masa garantojnë një proces të besueshëm, transparent dhe të drejtë për të gjithë, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit.